merr prej pasurisë së tyre, sadak që ti pastrosh, e tu ashtosh të mirat, dhe lutu për ta, se vërtet lutja jote është qetësim për ta. Allahu dëgjon, e sheh çdo gjë. Zekati është obligim dhe detyrim fetar me bazë në Kuranin famëlart dhe është një nga 5 themelet e Islamit. Zekati është ibadet që konsiston në dhënien e një pjese të kursimeve të pasurisë të përcaktuar saktësisht sipas të drejtës islame, i cili jepet në fondin e veçantë të Bashkësisë Islame të Kosovës Beitul Mal. Mbledhja dhe shpërndarja e fondeve të zekatit është obligim dhe përgjegjësi e Bashkësisë Islame. Besimtarët duke dhënë zekatin në fondin e Bashkësisë Islame të Kosovës përmbushin detyrimin e tyre fetar, ndërsa Bashkia Islame merr përgjegjësinë për shpërndarjen e zekatit bazuar në prioritete në mënyrën e përcaktuar sipas të drejtës islame. Mjetet e mbledhura nga zekati jepen për ruajtjen, funksionimin, zhvillimin dhe organizimin e jetës fetare islame në Kosovë. Fondet nga zekati jepen për mbështetjen e shkollave të hifzit të Kuranit famëlart, për zhvillimin e mësimbesimit në xhamitë tona, pastaj për funksionimin e institucioneve arsimore, medreseve, fakultetit të studimeve islame, institutit për hulumtime dhe studime islame, funksionimin e konvikteve të nxënësve dhe bursa e mbështetje për nxënës e student. Një shumë e konsiderueshme e fondeve të zekatit ndahet për të mbështetur kategoritë sociale përmes shoqatës bereqeti. Në mënyrë që të arrihet një nga qëllimet themelore që është promovimi i së mirës dhe parandalimi i së keqes, Bashkësia Islame e Kosovës përdor mediat e veta të shtypura dhe elektronike, siç është botimi i literaturës islame, e revistave, dituria islame dhe edukata islame, takvimi dhe produksioni. Mbledhja dhe shpërndarja institucionale e zekatit është zgjidhja e vetme autentike dhe korrekte e mbështetur në jetën e praktikën e Muhamedit alayhis salam dhe khalifëve të drejtë. E drejta për të mbledhur dhe për të shpërndar zekatin dhe sadakatul fitrin i takon Bashkësisë Islame të Kosovës, për të cilën ajo përgjigjet para Allahut të madhëruar.